113 vjetori krimit të policisë së shtetit u përkujtua dhe në qytetin e Lezhës, akti i tij u mbajt në memorialin kushtuar efektive të rënë në krye detyrës, ku në shenjë nderimi u ngrit flamuri kombëtar u vendosur në kryer me lule. Gjatë fjalës së tij, drejtori i policisë vendore Lezhë, Islor Islami, theksoi rëndësinë e uniformës së policisë dhe përgjegjësinë që ajo mbart në shkrim të rendit dhe sigurisë publike, ndërsa prefekti i Lezhës, Taulant Malshi, vlerësoi rolin dhe përkushtimin e strukturave të policisë së shtetit në shërbim të komunitetit. Në këtë 113 vjetor të krijimit të policisë së shtetit, shpreh një mirënjohje më të thellë për gjithë punonjësit e policisë për përkushtimin dhe sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Lavdi dëshmorëve të dheut, nderimi i përjetshëm për dëshmorët e policisë së shtetit, që dhanë jetën në kryen e detyrës, duke lënë pas një trashëgimi, guximi, devotshmërie dhe besnikërie ndaj dheut dhe qytetarëve. Sakrifica e tyre mbetet udhërrëfyes për çdo punonjës të policisë së shtetit. Minjoje për veteranët që hodhën themelet e këtij institucioni dhe kontribuan në forcimin e tij ndër dekada. Ky është një moment reflektimi dhe minjoje për gjitha brezat e strukturave të policisë së shtetit, të cilat ndër vite kanë kontribuar me përkushtim, profesionalizëm dhe devotshmëri në zbatimin e ligjit dhe gjithashtu edhe në rritjen e gjithë parametrave të sigurisë publike në territor. Këtë ditë është momenti edhe për të përkujtuar të gjithë ato efektiv, të cilët dhanë edhe jetën në krye detyrës, duke pasur si mision të tyre mbrojtjen e rendit dhe të sigurisë publike të gjithë bashkëqytetarëve tanë. Në veçanti duhet të theksoj punën dhe angazhimin e gjithë strukturave të drejtorisë vendore të policisë Lezhë, të cilat me përkushtim të vazhdueshëm, me ndjenjë të lartë përgjegjësie, kanë qenë pranë banorëve të qarkut. Njëkohësisht duhen falendëruar të gjitha strukturat edhe për bashkëpunimin me të gjitha institucionet si vendore dhe qendrore që ushtrojnë aktivitet në territor për kryen e detyrave të tyre funksionale në shërbim qytetarëve dhe të gjithë banorëve të qarkut të Lezhë. Në përvjetorin e 113 të policisë së shtetit, drejtori i përgjithshëm Ilir Proda akordoi certifikat nderi për komisarin Alda Prela dhe certifikat për shërbime dalluara drejtues të qarkullimit rrugor në Lezhë, Bujar Mata.